Temperaturat e larta që gati kanë shënuar rekorde në Shqipëri kanë sjellë jo pak problematika në përditshmërinë e qytetarëve. Vështirësia nga temperaturat e larta të verës shfaqet përmes situatave shëndetësore nga vapa që shoqërohen me disa simptoma. Situata konsiderohet më me rrezik, sidomos për të moshuarit dhe fëmijët, por edhe grup moshat e tjera që lëvizin në këmbë gjatë ditës. Në këto kushte pikat shëndetësore lëvizëse bëhen gjithnjë më të nevojshme. Një vëzhgim i bërë nga CNA nëpër Tiranë në këtë periudhë të verës tregon se një shërbim i tillë mungon. Pika të tilla mund të shërbejnë si hapësira të vogla të vendosura në zona me qarkullim të lartë, pranë kryqëzimeve apo rrugëve shumë të frekuentuara, në të cilat qytetarët mund të marrin ujë, të qëndrojnë për pak minuta në hije ose të marrin ndihmë të parë nga njerëz të fushës në rast se shqetësime shëndetësore që krijohen nga të nxehtit. Edhe pse ekspertët e shëndetit këshillojnë shmangjen e ekspozimit të gjatë në diell në orët e pikut, rutina për shumë qytetar mund të përfshijë lëvizje në zona dhe orare të caktuara që pamundsojnë ndjekjen e këtij regjimi. Për këtë arsye, ngritja e pikave mjekësore në zona të ndryshme të Tiranës do të shërbente si një alternativë ndaj shëndetit të qytetarëve, ndërsa përballemi me temperatura deri në 40 gradë Celsius. Në këto kushte, organizimi i hapësirave për shërbim shëndetësor në rrugët plotë për plot të kryeqytetit gjatë verës do duhet të ishte një ndër prioritetet e institucioneve shëndetësore për gjatë kësaj periudhe, por edhe pjesë e politikave të shëndetit publik për të mundësuar sadopak ndihmë në një stim plot diell e temperatura të larta siç ndodh në Shqipëri.